E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi edhe një herë sërish së bashku, këtë herë për të ndaluar dhe për të komentuar një rrëfim që Rogerti ka bërë. Unë e kam thënë që në momentin e parë, do me thënë lufta e madhe që Rogerti dëshiron ta fiton këtë Big Brother, dëshiron ta fiton këtë çmim, do me thënë ja ka vënë mision vetes këtë gjë, me patjetër që ka një prapavi pas, me patjetër që ka një sekret. Me patjetër që ka një domethënie kjo gjë. Tani, fillimisht, Kristi, më falni, Rogerti, se po flisnim për Kristin më parë, Rogerti ditën e sotme ka diskutuar me Selinën. Janë çifti në Big Brother që kanë qenë më dinamik, që kanë patur diskutimet më të forta, që kanë patur debatet më të forta, dhe ditën e sotme Rogerti tha që në moshën 25 vjeç, nëse nuk jam gabim për moshën, familja ime më ka përjashtuar nga shtëpia, më ka përzënë. Në me thënë një rrëfim që Engji, bashortja Rogertit, nuk e tha këtë gjën. Ajo tha që Rogerti ka vuajtur shumë, ka hequr shumë, por nuk e tregoi këtë faktin se përse e kanë përzënë familja Rogertit nga shtëpia. Rogerti tregoi që ka edhe një vlla, por nuk i dha detajet. Dhe tani, me patjetër që mua më çon që të logjikoj dhe të mendoj, përse Rogerti në atë moshë mund të ketë dalë? Çfarë gabimesh mund të ketë bërë? Tani që Rogerti është kokë fort, që Rogerti është këmbëngulës në fakt për të arritur të realizon atë gjën që don, kjo as që diskutohet. Domethënë është njeri që kur dëshiron ta merr një diçka e merr me se s'bën, dhe kjo është për ta duartrokitur. Por që ka një jetë shumë të vështirë jashtë dhe duhet të sakrifikon gjithçka nga vetja për ta fituar këtë Big Brother, e ka lënë të kuptohet. Domethënë Rogertin e ka përzënë babai nga shtëpia për situata të ngjashme, sepse ka përzgjedhur rrugën e keqe. Unë uroj me zemër që Rogerti të ketë një qëllim përse ka bërë të gjithën këtë gjën, dhe tani do me thënë ndaloj tek fjalët e gruas së Rogertit, e cila thonte që Rogerti nuk është ky, por thjesht ka përzgjedhur një personazh për të krijuar aty brenda.